Pra besoj se bien dakord. Për Salianin thonë. E ka thënë për Salianin. Zoti Elezi. Për Salianin pa nxjerr argumenta, sepse po të nxjerr argumenta, unë jam shumë dakord. Unë ju njoh argumentat kur ta akuzosh dikë që e ke thënë hero para 3 muajsh, për njëri të shitur të Edi Rama, duhet nxjerrësh argumenta shumë të fortë që ti të justifikosh edhe ato fjalë që ke thënë para 3 muajsh. Jo se duhet mbroj Salianin unë, se unë jam në lidhje me figurën e Salianit, unë kam pas shumë jo kritika, po kam pas shumë kundërshti për shkak sepse kanë ndodhur fenomene që duheshin të kundërshtu dhe lidh fenomenet me figurën e Salianit. Po në raport me atë qëndrimin e zotit Berisha që i thot ti je një hero i fjalës lirë dhe po sakrifikon për Partinë Demokratike dhe pastaj ta akuzosh pa më sqaruar edhe mua, pa më sqaruar edhe tjetrin që ta pranoj. Por pse është ky Saliani i shitur te Edi Rama? Pse ka pirë kafe me dikë? Nuk mjafton. Zoti Elezi, më lejoni t'ju kthej përgjigje se jam nga ata njerëz që nuk i shmangëm asnjë lloj diskutimi. Unë personalisht kam zgjedhur të qëndroj larg çdo hedhje bal mbi cilin do person. Pra unë futem në kategorinë e njerëzve që nuk kam për të sulmuar dhe nuk keni për të dëgjuar kurrë nga goja ime të sulmoj asnjë demokrat. Asnjë njeri që ka kontribuar. Po që e vërtet që dikush është i shitur do e sulmosh, se ti do mbash territorin tënd, po në momentin që e sulmon duhet ta sulmosh me fakte. Nëse s'ke fakte, duhet të heshtësh. Sepse ne nuk mund të flasim gjithë me hipoteza këtu, se do e bëjmë çorap njëri tjetrin. Zoti Elezi, unë personalisht në momentin që kam pas fakte përballë cilit do, i kam denoncuar, madje kam guxuar shkoj edhe në SPAK për tej. Momentin që unë përgjigjem patjetër për Ilorianën në këtë moment. Qëndrimi im personal. Qëndrimi kryetarit partisë nuk është qëndrimi i një antari kryesie çdo ose një antari këshillit kombëtar çdo, që bie përgjigje personale pastaj. Është qëndrimi i kryetarit partisë. Se ky nuk mund ta shmangim pa u marr. Po të më thot zoti Berisha që Saliani është një person i cili ka manipuluar me fakte, e pranoj sepse e kam thënë vetë dikur e ka bërë. Zoti Berisha ka qenë kundra kësaj. Tash i thot je i shitur te Edi Rama. Faktet zotrin nxjerri përpara dhe mos u mëso ta akuzosh njerëz pa fakte dhe duke aluduar që u ndi gjëra të cilat nuk i bëj dot publike. Po patë fakte kaq të rënda që i kompromitojnë figurën e një politikani, duhet i bësh publike dhe të bindesh me fakte dhe opinionin publik. Kështu e mendoj unë. Okej. Mirë, Kuçana, ndalemi pak për shembull. Pritet ketë se mos gaboj, Këshilli Kombëtar do zgjedhë kryesin dhe më pas janë procedurat e tjera, se tashmë kryetari është zgjedhur. Këtu presin të gjithë, le të themi, sidomos nga opozita, qoftë edhe kritikët, që të nisë ajo që quhet ndryshimi i madh në Partinë Demokratike. Po, besoj se ripërtëritja nuk mjafton të ndalohet vetëm në Këshillin Kombëtar, por duhet të jetë në të gjitha strukturat, që nga kupola drejtuese, që nga kryesia, sekretariatët dhe departamentet. Në këtë moment, unë do them po, në të vërtet, Partia Demokratike është ripërtërirë. Dhe kur them ripërtëritje, unë mendoj që jo thjesht për të zëvendësuar me disa emra të cilët janë në rresht të dytë për të nxjerrë rresht parë, por ripërtëritje me njerëz të cilët marrin përsipër betejë, marrin përsipër përgjegjësi politike. Ky është një moment shumë i rëndësishëm. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për shumë arsye. Duke parë një kryeministër sot, i cili u mundua të viktimizohej për të shpërqendruar opinionin publik nga protestat që po ndodhin, unë mendoj që shqiptarët nuk bien prej viktimizimit të zotit Rama, se zoti Rama është aktor. Dhe sa herë kemi parë zotin Rama të bëj këto, mbani mend protestën studentore, unë besoj se shqiptarët nuk duhet të bien prej. Patjetër që zoti Rama është në ditët e tij më të vështira, është në ditët e tij më të këqija, për shumë arsye. Çështja e Zvërnecit besoni që do t'i hapi shumë problematika, të cilat zoti Rama e ka të qartë tashmë, por besoj që një shtetar, sa ai nuk është shtetar, fatkeqësisht, një njeri që merr përsipër për të drejtuar një shtet, për të drejtuar shqiptarët, për t'i qeverisur, se qeverisje ne nuk kemi. Kur them unë për qeverisje, unë flas që të funksionojnë institucionet. Sot institucionet nuk funksionojnë, por fatkeqësisht sot kemi një kryeministër i cili ka ardhur në pushtet me
votat e krimit, ka ardhur në pushtet me votat e korrupsionit, kemi një kryeministër në mandatin e 4 ku në një vend normal, demokratik, nuk do duhej të ishte në pushtet, dhe mendoj që prandaj dhe i kanë plas në gjitha drejtimet skandalet, i kanë plas protestat. Po kush opozita këtu tani? Dhe dakord jam me ty unë. Mund të ketë 1, 2, 3, 4. Opozita është dhe ka qenë në protesta, opozita është dhe ka qenë në denoncime, kjo është detyra opozitës. Opozita këtë ka detyrë, denoncimet dhe protestet. Po pushtet vjet me vota Kuçana, nuk vjet me një protest. Tani, besoj se raportin e OSBE Odirit e keni lexuar. Dhe për kaq kosa raporti OSBE Odirit thot parti shtet, unë mendoj se nuk ka nevoj për shumë koment për të parë votat apo mandatet e Edi Ramës. Nuk ka sot shqiptar që e beson që Edi Rama mund të marri mandatin e 4, vetë pushtetit të konsumon. A i mund të marri dhe të 6 farë. Më falë. Vetë pushtetit të konsumon. Pra, kjo është e qartë që Edi Rama e ka mbajt pushtetin me çfarë do lloj arme, duke ofruar interesa publike dhe prona publike, e disi i ka kthyer pronat publike Edi Rama, i ka kthyer si pronat privat. Më fal, një sekondë. Pronën në Surrel, më fal. Pronën në Surrel mund t'ja japi kujt të doj, po pronën publike të shqiptarëve Edi Rama nuk mund t'ja japi kujt të doj. Po pse duhet të besojnë qytetarët shqiptarë opozitës e cila lufton me njëra tjetrën në vend që të luftojnë përballë Edi Ramës? Unë refuzoj